Me gjithë nivelin e lartë të ujërave si në Shkodër ashtu edhe në komunat përreth, pjesa më e madhe në stacioneve elektrike kanë vijuar furnizimin me energji elektrike të zonave të prekura nga përmbytjet. Kompania ÇEZ Shpërndarje ka bërë stakime të detyrueshme në linjën 35 kV, në drejtim të Velipojës dhe në disa nën stacione të tjera, funksionimi të cilëve është jetik për hidrovoret dhe nën stacionet që furnizohen rrugës. Po rritet gradualisht numri i gabinave që furnizojnë popullatën. Mund të them që nga fillimi i kësaj periude kanë qenë vetëm në Shkodër kanë qenë rreth 30.000 abonent pa energji elektrike. Sot nuk numëroj më shumë se 6.000 abonent pa energji elektrike. Aktualisht kemi disa në stacionet përmbytur që nuk mund të bëjmë për momentin asnjë gjë. Janë në stacionet në drejtim në zonën e Shkodrës, Trushi, Zusi. Ati aktualisht ne thjesht po bëjmë një monitorim distancë, po përgatitim bazë materiale që me të kaluar kjo situatë të ndryshme dhe të rikthejmë gjendjen normale. Kote thotë se për të mbajtur në punë në stacionet e rrezikuara, Drejtoria Rajonale e ÇEZ Shpërndarjes në Shkodër ka zbritur në terren 32 ekipe punonjësish, të cilët po monitorojnë situatën në Shkodër dhe në Lezhë. Deri tani domethënë është punuar për të mbajtur në këtë gjendje në punë në stacionet. Duhet të theksoj që punë madhështore është bërë për të mbajtur në stacionin e Shkodra 2-shit, pasi aty ka qenë i rrezikuar nga përmbytjet. Një pikë tjetër ku po punohet dhe vazhdon të punohet intensivisht është stacioni i pompave në Dobraç, po mbahet në vëzhgim nga njerëzit tanë, cilët janë atje dhe ndjekin si po shkon situata, duke mbajtur nivelin e ujit në nivelet pranueshme për pajisjet elektrike. Sipas kreut rajonal të ÇEZ Shpërndarjes, në zonat ku uji rrezikon nën stacionet elektrike po vijohet furnizimi pa ndërprerje me energji elektrike, ku prioritet kanë qendrat shëndetësore.